6 drejtues të policisë së shtetit janë në garë për 3 vende të lira në rang drejtorisht qarqesh në vend: Luar Sallaku, Alban Çela, Dritan Lena, Ulian Shpataraku, Ardian Qipa dhe Islor Islami. Kandidatët për drejtues të ri të qarqeve Elbasan, Korçë dhe Shkodër do të shpalosin platformat e tyre në komisionin e posaçëm të ngritur në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Komisioni pritet të jap vlerësimin me pikë për të 6 kandidatët dhe më vonë me firmën e kryepolicit Ilir Proda, pritet të bëhen emërimet, i cili ka të drejtën të zgjedhë mes kandidatëve, edhe nëse nuk janë në 3 të parët. Luar Sallaku aktualisht drejton policinë e Kukësit, i komanduar. Alban Çela këshilltar në policinë e shtetit, Dritan Lena pranë forcave kombëtare të sigurisë, Ulian Shpataraku në drejtorinë e përgjithshme, Ardian Qipa te Departamenti për Marrëdhënie të Ndërkombëtare dhe Islor Islami komanduar, drejtor në policinë e Korçës. Gara për 3 qarqe të policisë së shtetit u hap pas shkarkimit të Fatmir Lleshit në Shkodër, Erion Ahmetit në Korçë dhe dorëheqjes së Fatmir Hoxhës në Elbasan.